përfitues kryesor i karteleve famzeza shqiptare të drogës, për të fituar mandatën e 4, ndërmori të njëjtat masa, madje në disa aspekte edhe më të egra se sa Maduro i Venezuelës. Arrestoi në vit elektoral lider të opozitës, të partive kryesore opozitare dhe i buri ndjekje penale. Me parat veta apo drogës, organizoi 4.553 aktivitete në 4 muajt e ndaluar me ligj për aktivitetet që të mos ndikohet tek votuesit. Dhuroi çdo pensionisti 100 euro. Fali gjoba dhe kamata 10 vitesh, a e morët vesh miq sa ishin ato? Gjatë gjithë kam 3 muaj që them 200 milion, jo ato, tani që janë bërë llogarit, kanë rezultuar 8 herë më shumë. Kanë rezultuar 1 miliard e 700 milion euro. Nga të cilat vetëm ato të biznesit kanë përfituar 210.000 familje. Përdori dhe këto i shpalli 2 ditë para zgjedhjeve. Ndërsa në ato 4.500 aktivitetet, ditën e zgjedhjeve 7 milion euro Giro d'Italia. Për të mirësuar ftyrën e urryer të diktatorit, të narkodiktatorit, për t'i bërë makjazh. Shnoi administratën polici politike të votës. Shpërndau licenca, droge, legalizime, lejet, që gjitha. Pse po ndalem në këtë moment? Po ndalem në këtë moment sepse unë e kuptoj që shumë nga ju këtu, po dhe ata që na shohin, duke ditë të gjitha këto, mund të shtrojnë pyetjen, po këta, pse mblidhen për reformën zgjedhore? Sepse njerëzit e kanë të qartë që zgjedhjet nuk i fitoj nga ligji Edi Rama. Zgjedhjet Edi Rama i fitoj nga droga, i fitoj nga kartelet e drogës dhe të krimit, i fitoj duke përdorur të gjitha resurset e shtetit kundër partisë, një lloj si në parti shtet. I fitoj duke friksuar tremur zgjedhësit. Ju keni dëgjuar se ky raport i OSBE-Odirit, i cili në fakt i shpall zgjedhjet partisë shtet, dhe ka një vërtetësi të padiskutueshme, për të nëshuar këtë raport u bën përpjekjet më të jashtëzakonshme. Edi Rama thiri në zyrë dhe kërcënoi si bandit diplomatin që kryesonte ekipin e vëzhguesve. Igli Hasani thiri në zyrë kreun tjetër të vëzhguesve, bashkë me vëzhgues të u thau heqim. Kuj keni këto të dhëna, kuj argumentoni ju, kuj bazoni ju këto, që keni shkrojtur. Po ju njohë me këto, se gjerë në të shkallë,
këta narkoqeveritar janë të gatshëm të kërcënojnë dhe faktorin ndërkombëtar. Natyrisht, kërcënimet e tyre, me gjithë përpjekjet jashtëzakonshme që bën, u shumëzuan me zero. Ai zotëri ndëroi institucionin që përfaqësonte, ndëroi veten e tij, një zyrtar i përgjegjshëm, i dobishëm me gjithë funksionet që ka kryer. Raporti doli ky që është, të cilin përsëri propaganda përpiqet ta sfumoj, përpiqet ta injoroj. Por ajo është i pamohueshëm. Duke thënë këto, atër pse jemi mbledhur ne? Se është normale. Ne nuk jemi mbledhur se rezultatin e zgjedhjeve e diktoi kodi elektoral. Jo. Rezultatin e zgjedhjeve e diktoi droga, krimi, e diktoi partia shtet. Por, përsëri, këto institucione, të cilat janë institucionet e besimit të mirë në vëzhgimin e zgjedhjeve, në të gjitha vëzhgimet nga 2019 gjeri sot, kanë dhënë një seri rekomandimesh. Për përmirësimin e kuadrit ligjor të zgjedhjeve. Atëherë, ne jemi këtu pikërisht për ato rekomandime, për t'u qëndruar luajal, sepse ata qëndruan të vërtet, nuk u ndikuan, u thanë shqiptarëve të vërtetën. Ne i konsiderojmë rekomandimet e tyre të dobishme për procesin zgjedhor. Më konkretisht, nga viti 91 gjeri sot, Shqipëria ka patur sisteme të ndryshme për zgjedhjen e deputetëve, nga mazhoritar tek pseudo-proporcional dhe pseudo-mazhoritar, sfundi rajonal. Natyrisht nuk mund të them që Partia Demokratike nuk ka patur rol kryesor në këto përcaktime, së bashku me Partinë Socialiste që kanë qenë dy forcat politike kryesore. Por në këtë situatë, unë do t'u garantoj për vullnetin e plot të Partisë Demokratike të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin, pra pas një lloj pretendimi që ne do të qëndrojmë në përzgjedhjen tonë pa mirëkuptimin dhe ujdin me ju. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në Komisionin e Reformës Elektorale, të cilët do t'jenë avokatrit e propozimeve tona, të ujdisura, të rëna dakord, që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri. Duke mos harruar kur një gjë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Të gjitha ata që mendojnë ndryshe, ose kanë mungesë të kulturës elektorale, ligjore, s'është mëkat të mos e kesh, ose pastaj janë me dashje apo pa dashje avokatër të një farse që realizon Edi Rama.
ju i dëgjoni sot, se si akuzojnë popullin, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajnë Edi Rama dhe regjim, po e ka fajnë opozita se nuk i frymzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Me duhet të them këtyre altoparlanëve të Edi Ramës, ose kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira. Se në Rumani dhe Bullgari nuk shtypet pluralizmi. Se në Rumani dhe në Bullgari nuk humbasin vendet të punës njerëzit në qoftë se kanë bindje të ndryshme. Se Rumania dhe Bullgaria ka patur rast se kanë zhvilluar në një vit 2 dhe 3 palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë. Kurse ky pasardhësi i Kristaq Ramës, ky nuk lëshon dot pushtetin, shikoni çfarë bën, është kap në flagrancë, hajdut me tunelin e Llogaras, e ka marrë zënës ministre zënës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te, kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim, dhe tani mashtron si që është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Kjo është e vërteta. Dhe ky do të na mush mendjen ne se celohet kushtetuta. Pse u pezulloj ka njeriu që ju garantojnë ju që ato 50 milion janë nofta 1/50 të atyre që ka vjedh ajo dhe që ka shpërndarur me Edi Ramën të gjitha, se ajo ka qenë, po të mos ishte zonjë, do të thosha ka qenë këmish në kuptimin figurativ, këmisha e Edi Ramës. Sa aja u thoshte vetë atyre të tjerëve që vetëm kjo më kryen punë mua, vetëm kjo më kryen punë, se me kjo zbaton të gjitha ure. Dhe tani ushtron terror mbi gjykatën kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht. Natyrisht populli do t'i përgjigjet këtij qëndrimi, por e bëra këtë hyrje për të kuptuar pse jemi ne këtu dhe i garantoj qytetarët se ne me seriozitetin më të madh do punojmë mbi rekomandimet e OSBE Odirit. Ne kemi një mirëjoje të thellë ndaj tyre për raportin që bën dhe qëndrimin e tyre të palkundur në mbrojtje të vërtetave që konstatuan në këto zgjedhje.